Jemi rikthyer në studio miq për të vazhduar me rubrikat e tjera të emisionit Eja te ne, ku do të përqendrohemi tani në një rubrik shumë e interes për të gjithë. Pasi ku ka para, ka edhe përqendrim. Dhe sidomos për ata persona të cilët një pjesë të kursimeve i kanë investuar për biznesin e tyre, që të ketë ecuri sa më të mirë biznesi edhe që të arri të ketë feedback sa më të lartë, duhet që të paktën gabimet që bën mos t'i përsëris, ose të jetë i vëmendshëm që mos të bëjë disa gabime që bëjnë bizneset e tjera. Për këtë do të flasim tani në këtë rubrik, por menjëherë pas cikletës. Jam zhvendosur të këndi ku më pret eksperti ekonomisë Enrico Ceko. Enrico, të përshëndes përsëri. Sot do të flasim për një temë shumë interesante, për të cilën kam përshtypjen të gjithë nga pak kemi të interesuar, se në ditët e sotme, të gjithë sikur e kanë pak atë dëshirën që të krijojnë diçka, një biznes të tyre, ose që xha e kanë nisur. Shiko, duam ne, biznesi është tani pjesë e rëndësishme e jetës së gjithë qytetarëve. Pjesë më e madhe të rinjve që sot mbarojnë shkollën, më shumë orientohen drejt punësimit në sektorin privat, ose dhe të kenë dëshirën për të hapur biznes. Dhe është edhe momenti më i përshtatshëm tani që mbas gjithë kësaj periudhe që ne i themi ekonomi tregu, njohuritë në lidhje me menaxhimin financiar të përhapen sa më shumë tek njerëzit, dhe kur bëhet fjalë për menaxhimin financiar, kështu si terminologji duket e madhe, po në të vërtetë me fjalë thjeshta është që si të mos bëjmë gabime nga ana financiare kur drejtojmë bizneset. Nuk ka rëndësi madhësia e biznesit, apo nuk ka rëndësi numri i punëtorëve. Gabimet e biznesit i bëjnë si ata që kanë biznes të vogël, si ata që kanë pak punëtor, si ata që janë edhe vetë, që punojnë vetë në biznesin e tyre, biznes familjar, edhe ata që kanë bizneset të mëdha, investime me shumë punëtor dhe me shumë marrëdhënie me bizneset e tjera. Tani në këto vitet e fundit, sidomos pas pandemisë, është futur një koncept i ri financiar në lidhje me kostot. Nuk ka më thjesht kosto fikse, kosto variabile dhe të dyja bashkë bëjnë koston totale. Është futur edhe koncepti i kostove të përcaktuara. Çfarë janë kostot e përcaktuara? Zakonisht, kostot përcaktuara për biznese, si punë e këtyre bizneseve që kemi në Shqipëri, janë ujë, energjia elektrike, detergjentët, pagat e punëtorëve. Bleri i lëndës parë, patjetër që është kosto e përcaktuar, pa jo dihet se pa lëndën e parë ti nuk e ç'a bën. Vetëm në rastet veçanta kur ndryshon origjina e lëndës parë, mund të bësh një debat. Do ta marrim të lëndën e parë këtu apo do ta marrim këtu, se nganjëherë mund ta devijosh burimin e lëndës parë, po ndoshta ajo lëndë e parë që ndoshta teknologjia jote nuk e pranon atë lëndë parë. E njëjta gjë është, po nëse vjen nga i burim tjetër, sa pranon teknologjia që ke ti. Konsumi i ujit, konsumi i energjisë elektrike, pagat e punonjësve janë një element shumë i rëndësishëm për të kontrolluar dhe për të mbajtur në mbikëqyrje çdo ditë, çdo muaj, çdo javë, çdo muaj, në fund që të bëhet një bilanc e të i kaluam këtë radhë, këtë pjesë të fluksit të parave apo jo. E dyta është që kompanitë zakonisht mbi vlerësojnë të ardhurat. Dhe thonë, po mirë, ne mirë jemi. Dhe me qenë se këto 2-3 muajt e fundit patëm të ardhurat larta, të blejmë sa më shumë materiale të futim në magazin. Të marrim 3-4 punëtor të rinj, s'ka problem, se 2-3 muajt e fundit ishin mirë, na ushtuan çik të ardhurat. Ja. Menaxhimi i të ardhurave do të thotë që ti të kuptosh momentin që kur ti ke arritur qëndrueshmëri financiare. Në momentit që ti ke qëndrueshmëri të ardhurat, që janë të stabile për një kohë të mirë të biznesit, atëherë mund të mendosh për të zgjeruar aktivitetin, për të shtuar numrin e punëtorëve, për të shtuar investimet, për të ndryshuar teknologjinë. Dhe në përgjithësi, ky është momenti që gabojnë, sidomos bizneset që janë të reja dhe pa përvojë, sa fillojnë 2-3 muaj që i rriten të ardhurat, me vrap shkojnë të bëjnë gabime të tilla dhe pastaj ngelen pa kesh, pa para kesh. Pra dalin në konkluzione shumë shpejt. Arrin shumë shpejt në konkluzione të gabuara. E treta është pjesa e buxhetimit. Kur flasim për buxhetim, në momentin që ke filluar një biznes, ke përcaktuar veprimtaritë që do bësh ti në këtë biznes. Çfarë do prodhosh ti në këtë biznes?
cilat janë proceset e punës të cilat duan para. Para do marketingu, para do procesi prodhimit, para do procesi menaxhimit burime njerëzore, para do magazina. Nuk mund t'i shpenzosh ti parat, se mund të thuash që kam të ardhura, nuk mund t'i shpenzosh parat për veprimtari të cilat ti nuk i ke parashikuar. Sepse në atë moment, ty të ngelet mangut parat për fuqinë punëtore. Ty të ngelet mangut rezervat detyrueshme. 10% e parave mirë që të mbajnë rezervë për çdo rast të jashtëzakonshëm. Dhe ti do ta shpjegojmë çik më vonë ti e ke të hapur biznesin ndaj rrisjeve të cilat ti nuk i ke parashikuar. Është shumë e rëndësishme që gjitha këto elemente. Tani përse vijnë këto? Apo Këto që të gjitha vinë sepse bizneset gabojnë të dhënat. Në përgjithësi e thonë që unë i di gjërat. Unë i kam gjërat më të gishtave, i kam gjitha në kokë. Jo, të dhënat duhen mbajtur për tabela. Të dhënat duhen shkruar, të dhënat duhen mbajtur në Excel. Tani janë dhe këto RStudio, Python, këto gjërat e tjera. Po, letë supozojmë Excelin, minimalja. Pse? Sepse Exceli t'jep mundësi që ti përpunosh dhënat për të nxjerrë rezultate, për të marrë vendime. Nuk mund të thuash ti që në bazë të dhënave që kam unë në kokë, biznesi im çdo muaj rritet me 5%. Ja. Kjo rritje progresive lineare me veprime që bëhen me kokë, me mend, pa vënë në përdorim mjetet e punës, Excelin, të çon në gabime trashanike në fund vitit. Sepse ti duke bërë llogari lineare, ti thua shiko se në fund vitit më do kem kaq lek. Edhe fillon dhe bën blerje paraprake, me idenë që në fund vitit do kesh kaq lek. Po jo, nuk është ashtu. Biznesi nuk është linear. Dhe shumë gjëra duhet të shënohen, pra do të shkruan që ti të shohësh vizualisht, jo thjesht ti kesh në... Supozojmë se ti do ja lësh biznesin dikujt tjetër, sepse vendose të hapësh një biznes të ri. Tani ai i riu... Ose do të angazhohesh diku tjetër. Po, ose do të angazhohesh në një gjë tjetër. Ai që do të zvendësoj ty, do i shpikit gjitha gjërat nga e para? Jo, duhet i lësh ti dhënat që të eci përpara. Vërtet. Po edhe që të mos ketë keq kuptime më pas ose ngatresa, Patjetër. edhe për të kuptuar se ku qëndron problemi, nëse është tek pala që ka ardhur apo tek ti që... Ku qëndron problemi? Te hyrjet e parave, te daljet e parave, te shpenzimet që i bëm gabim, patjetër gjithmonë duhen mbajtur dhëna dhe përveç të dhënave detyrueshme, do ta shpjegojmë çik vonë pjesën e sistemit fiskal, janë edhe disa dhëna që një biznesmen i mirë, një bizneswoman e mirë, ka një blok, edhe i shënojnë aty në blok gjërat, se ka të dhëna që duhen sepse na i do shteti, se do paguajnë taksat, ka dhe të dhëna që nuk na i kërkon shteti, por na i kërkon... Duhet vetë, për të parë se ku jene. Kredia. Në qoftë se vazhdojmë me këtë logjik, që kemi bërë këto gabime përpara, vjen një moment që ne mbetemi pa para. Dhe për një herë shkojmë te dera e bankës për të marrë kredi. Kredia e marr me ngutje, sepse ke ngelur pa kesh. Kredia e pa planifikuar se si do ta shlyesh, se normal, po vajte te dera bankës për të marrë kredi. Do ta japi banka se ke kolateral ti, do i vësh atë kompaninë, do vësh biznesin. Por ti nuk ke një strategji se si do ta shlyesh. Dhe kur shkon te dera bankës, në atë moment që ty të duhen parat, ti mund ta marrësh kredin me një normë interesi që nuk është e përshtatshme për ty. Po ti je i detyruar ta marrësh se duhen lekët. Pra duhet bërë një planifikim për të marrë kredi kur duhet, dhe kredia nuk merret për konsum, po kredia merret për investim, me një normë interesi të përshtatshme, me një periudhë përshtatshme për ta shlyer kredin. Po kjo bëhet kur ke bërë një planifikim. Dhe planifikimi bëhet kur ti nuk i bën këto gabimet e mësipërme. Në vërtet. Ose edhe në qoftë se ti i ke bërë gabimet e mësipërme, të jesh i ndërgjegjshëm. Jesh i ndërgjegjshëm që të mos i përsëritesh më dhe të fillosh po. Fillosh pak nga ky indikator ti, nga shënimet. Patjetër, shënimet. Dhe tjetra është menaxhimi i riskut. Po. Në qoftë se ti vazhdon me këtë logjik, që s'ka logjik, kjo është logjika që s'ka logjik, ti patjetër je i hapur ndaj rrisjeve. Dhe rrisjet e biznesit mund të jenë rrisje politike, që nuk i kemi në dorë. Mund të jenë rrisje ekonomike, që ne nuk i kemi në dorë. Mund të rritet inflacioni, mund të rriten çmimet e lëndëve të para të atij produktit. Kemi rrisje teknologjike. Ti ke ndërtuar një biznes, ke bler një teknologji të mirë,
por mbas 2 vjetësh ka dalë një teknologji e re që e nxjerr jashtë loje komplet teknologjinë të cilën ti kishe, kështu që këto gjëra duhen parashikuar. Dhe kur flasim për riskun, kemi parashikimin e riskut, shmangjen e riskut, përballimin me riskun dhe eliminimin e riskut. Ka 4 gjëra, nuk është e thjeshtë. Të parashikosh është një gjë, ta eliminosh riskun është një gjë tjetër, ta shmangësh riskun, ta shmangësh nuk do thotë se e ke eliminuar riskun, risku është aty. Po ti vetëm se dhe tjetër është përballesh me riskun, ti dalësh, shiko, hajde këtu se unë i kam mundësit 1, 2, 3, 4, 5. Cilat nga bizneset ka një tabel, sepse kjo bëhet me tabel, në të cilën renditen riskjet dhe për çdo lloj risku vendoset një koeficient dhe ti thua që këto janë riskje me koeficient lartë, këto janë riskje me mundësi të mesme, këto janë riskje me mundësi të ulët. Ti të paktën duhet përgatitesh për riskjet që janë me koeficient lartë. Me mundësi të lartë ndodhje, po dhe kur ndodhin sjellin dëm të madh. Po, që janë të vështira ti menaxhosh. Janë të vështira. Pra, riskjet që mund të ndodhin më shpesh. Pra për raste emergjente. Dhe riskjet që ndodhin shpesh po të dëmtojnë më shumë, te ato riskje duhet fokusohesh më shumë sepse ato po ndodhen të dëmtojnë më shumë. Tjetër është pjesa e sistemit fiskal, taksat. Nëse ti nuk i njeh taksat, atëherë si do menaxhosh parat? Një pjesë e parave duhet ndarë janë se do paguan detyrimet. Pra duhen informacione bazë. Duhet një informacion i përditësuar për sistemin fiskal. Dhe kur flasim për sistemin fiskal, kemi taksat e pushtetit vendor, taksat e pushtetit qendror, taksat kombëtare, ne i kemi shpjeguar në një seri të mëparshme, por unë këtu do fokusohemi çik edhe te kjo pjesa e marrëdhënieve që kemi ne me tretët. Kryesisht marrëdhëniet me punonjësit, sepse te sistemi fiskal te taksat vuten sigurimet shoqërore, sigurimet shëndetësore. Do shpjegojmë çik më vonë riskun e siguracioneve. Dhe një element tjetër shumë i rëndësishëm është që duhet kemi parasysh që nëse ne hyjmë në bashkëpunim me biznese të tjera, cila është barra fiskale e këtyre bizneseve të tjera, sepse ka shumë mundësi që ato futen në joint venture me ne për ta ngarkuar ne atë barën e tyre, me shumë kujdes domethënë kur hyjmë në marrëdhënie të kësaj natyre. Një gabim tjetër që ne bëjmë zakonisht, gabojmë te inventaret. Bëhet gabim nga që nuk i kushtojnë në përgjithësi rëndësi sa që duhet, apo sepse ndoshta nga nxitimi ose... Ka shumë arsye pse ne gabojmë me inventaret, po le të sqarojmë 3 llojet e inventareve, dhe aty pastaj do fillojmë të kuptojmë se çfarë ndodh. Vetëm do bëjmë sa më shkurt se jemi në limitet kohë. Inventaret e lëndëve të para, inventari i produkteve në proces, që janë duke prodhuar, dhe inventari i produktit gatshëm. Zakonisht ne gabojmë, blejmë shumë lëndë para, të cilat na ngelen në magazin. Gabimisht prodhojmë shumë, na ngelet shumë produkti gatshëm në magazin. Gabimisht bëjmë plane sikur do shesim kaq, prodhojmë aq, në fakt tregu kërkon më shumë. Këto janë gabimet kryesore që bëjmë me inventaret. Nuk do më lësh pa përmendur pjesën e punonjësve, në raport me punonjësit. Patjetër. Në mendimin tim edhe ai është pak problem. Kjo pjesa e qofte të gjeturit të punonjësve kompetent, qofte edhe të mbajturit të tyre, qofte të trajnuarit. Kemi problemin e daljes jashtë, dalja jashtë realitetit. E drejtojmë biznesin dhe themi, po ne mirë jemi. Pse? Sepse kemi gabu këtu të ardhur dhe buxhetimin. Në një kohë që biznesi, po të ysh tamam me kalem, mund të jetë, brenda ditës mund të jetë në prag fallimentimet. E vërtet. Tani ky është i fundit. Investimet. Me investimet. Gabim të investimet. Gabim të siguracionet. Pas kemi gabime tjerë. Sa shumë gabime, keni parasysh që mos. Dhe gabimi më i madh që bëjmë është gabimi që bën menaxhimi i nivelit lartë, top management. Të gjitha këto ndodhin sepse menaxhimi i nivelit lartë nuk është i përfshirë në biznes. Pra kjo është fjalia për mbyllje. Po. Gabimi i fundit është menaxhimi i nivelit lartë duhet përfshirë në biznes, duhet përfshihet në buxhetim, duhet përfshihet në menaxhimin e të ardhurave, duhet përfshihet në marrjen e vendimit për tek të gjitha, kredit, të gjitha. Nëse menaxhimi i nivelit lartë nuk përfshihet në kompani, sepse thotë mos se i bëjnë punët ata aty poshtë.
Të falenderoj Enrico, Gjithashtu, kënaqësi. uroj që miqt që na kanë ndjekur të kenë qenë të vëmendshëm, por gjithsesi ne ju rikujtojmë që rubrika e ekonomisë është çdo javë në EATN, kështu që në qoftë se keni ndonjë pyetje mund të na i bëni dhe ne mund ta Edhe sillim linkun e serialit Sotëm e kanë. Po, e vërtet mund ta gjeni në YouTube, kështu që çdo gjë është në favorin tuaj që ju të EATN Radio Televizioni Shqiptar. E vërtet. Faleminderit Enrico, do të kalojmë tani linjën për Ivën e cila ka mbërritur në studio. Faleminderit shumë, tani do të kalojmë në një tjetër moment, sepse do të flasim për disa krijime të bukura të cilat krijohen edhe vinë jo vetëm shumë ëmbël, por mund të jenë edhe një ide shumë e mirë për dhurata. Do të jemi së bashku me Adelina Shimën, e cila është një sipërmarrëse, por gjithashtu krijon edhe efekte të surprizës shumë të bukura me njëherë. Pas sigletës do të nisim bisedën e do të mësojmë shumë gjëra të bukura.